Heidi Baçi, i ftuar në një studio televizive, foli për jetën e saj private. Ajo ka ndarë një reflektim të sinqert mbi gjendjen e saj aktuale emocionale dhe jetësore. Ajo u shpreh se është në një periudhë të mirë, ku ndihet në paqe me veten dhe rrethin që e rrethon. Sot jam mirë. Jam mirë me veten time, me punën, familjen e kam mirë. Mendoj që shëndeti është gjëja më e rëndësishme dhe unë, derisa të jem e shëndetshme, mami, babi e të gjithë mirë, unë do të jem e lumtur, tha ajo. Heidi shtoi se pavarësisht gjithçkaje, beson se gjithçka në jetë përcaktohet nga Zoti dhe risku që ai ka shkruar për secilin. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.